Pse me flamurin kombëtar? Kemi ardhur sepse mbi të gjitha jemi shqiptar dhe Shqipërinë e kemi bashk. Unë jam patriot dhe unë dua që ky vend të bet, jo të bet me këto gjullurdirat që bëjnë këta. Dhe nuk e kuptoj pse nuk merren përballë të gjitha fjalët tona. Unë i mbështes fjalët e këtyre bashkëtarëve të mi që folën. Kam dhënë dhe unë dëshmitë e mia që jam thirrur. Edhe pse ndonjëherë nuk mi marrin të gjitha fjalët se duan të jenë neutral, këtej neutral andej. U kam kërkuar para ca ditësh që isha në punë kam marrë si nga të tjerët. Kam vajtu ta takova një shef. Shef komisariati? Jo, një shef të një shkallë që i thash ja nisa, tha prokurorit, tha, që ta kalojmë në një shkallë tjetër. Më ka thënë kaq. Policia i ka të gjitha mjetet e dura për ta gjetur kush e bën. S'ka putras, as pjatë as bashkisë. Po ne e dim këtu tani se çfarë ndodh me ndërhyrjet që bën. Pra këtë ta ka thënë një polit? Tani unë jam folur, nuk do të flas më tutje. Jo, e kuptoj, po është punoj si policistë, domethënë. Kam folur me njan privatisht. E qartë, po është. Po është dita e 5. Dgjoj, tani ne e dim ndërhyrjet që bën nga lart. Pse se lën policinë e përmetit të veproj të bëj hetimet siç duhet? Pse se lën të bëj veprimet siç duhet? Nuk është puna se ata. Kush e bën? Po ne nuk e dim, gjeni. Por e gjeni. Është e disa hejta herë që bëhet kjo punë. Pavarësisht se ne kemi bën protesta, më the të thash edhe që i nisa KLSH-s më ka ardhur ato shkresat, nuk kanë ardhur tëra. Çfarë thot KLSH-ja? KLSH-ja që kanë vajtur kanë bërë takime te KLSH-ja, më kanë thënë kaq. Ditë të themi tha që është në anën tuaj. Ditë të them që është në anën tuaj, ka thënë KLSH-ja. A s'ka dalë me përfundim KLSH-ja? Përfundimi do të vi për një muaj. Për një muaj del përfundimi. Më thanë ajre para një muaj, në muajin prill që kanë vajtur fillim prilli. Ata janë kapur me shkelje, më thanë mua. Edhe kanë keq punën, më thanë. Po s'kan ardhur ata tuler me ty. Po këta në një kështu. Ti lëm fjalët që të kanë dhënë në konfidencë. Jo fjalë që ke bërë në konfidencë. Këtu është një shkresë e avokatit të popullit që unë dosha fakte, po desha që të vinte raporti përfundim pa nga avokati, po të vinte ka KLSH-ja. Këtu i ka kthyer përgjigje Bashkia e Përmetit. Ma pak. Këtu ka kthyer përgjigje Bashkia e Përmetit. Kthim përgjigje avokatit të popullit. Këtu Bashkia e Përmetit, ky është kthim përgjigje zyrtare. Po, edhe dua të dalem aty në disa gjëra. Po, sa më shkurt lutem sepse këtu thot në vend depozitimi e vjetër ka qenë hapja që s'kishte asnjë ande, ja që thoshe. Po. Objektiva teknike u arritën këtu te vend depozitimi. Minimizojnë impaktin në mjedis, shëndetin e banorëve, izolimi i shtresës që thot me të gjitha shtresat, me filtrimin e lëndit, ku ajo ndërtesa atje, që e dini ajo ndërtesa që bën përpunimin e ujrave, ajo nuk punon, është jashtë funksionit. Plerat përgjigjet që sipas tyre janë korrekt, janë rregull. Po, krijimi i skarparteve me argjile gjeokompozite që arrin një profil i qëndrueshëm për një kohë gjatë. Krijimi i sistemit, depozitimi i ujrave të mbrojtura. Dhe thot nuk paraqet ndikime negative. Ato plera Jo, ka të shkruar që ka rënë zjarri disa herë? Jo, këtu jo. Nuk e ka të shkruar. Janë disa të tjera që janë kthyer përgjigje. Rregull. Është i larg, nuk me fjalë thot, si thot tu. Thot sipas kuadrit thot i përmbush të gjitha kriteret e nevojshme teknike dhe ligjore sipas kuadrit ligjor në fuqi. Të gjitha ato që hidhen atje dhe ujrat ato. Te thot Bashkia? Po. Gjithmonë. Po, Bashkia thot që i ka kthyer avokatit. Po. Tani i them, këto plera tani hidhen direkt në dhe. Bëhet një ujëzi atje siç keni parë fakt. Po. E ndoqën se ne prisim mbrapa në KLSH-s si gjithë të gjitha auditim. Po. Këtu nga mbrapa, me që ata thonë është ashtu ja, është çdo gjë në rregull. Njerëzit do ja shohin çfarë po bëhet. Po. Këtu shiko kush ka firmosur një çik. Kush ka firmosur? Kush ka firmosur këtu? Në mungesën e porosi, nën kryetari i bashkisë. Tani kështu ndodh dhe rëndom në Shqipëri. Kryetaria delegon nën kryetarit. Është bërloj kjo. Tani po që dhe kjo është një shkresë zyrtare që më ka ardhur mua nga avokati i popullit. Unë këtu kam 90% të fshatit që kanë firmosur, pavarësisht ndikimeve që bën. Peticion, ha? Po. Dhe këtu janë të gjitha ato që janë firmosur nga fshati. Po. Edhe mbajnë përgjegjësi, dhe kur më janë pyetur, mbajnë përgjegjësi njerëzit, u kam thënë hajde të shpejt i pyesin njerëzit që kanë firmosur njerëzit, jo unë i thash. E qartë. Jo, do t'ja hapim që t'i shohin. Jo. Ti pyesin kanë firmosur vetë, s'janë firmat e mia, shkojnë vetë. U kam thënë, e kam për detyrë, u thash. Të vini ti shikoni ti pyesin njerëzit që kanë firmosur. Tani çfarë do i bësh këto firma? Tani ne prisnim që të vinte dhe raporti KLSH, të shkojmë që të dinim ku jemi. Se u kam thënë, dale.
U kam thënë kështu banorëve. Me të marrë raportin e KLSH-s se na akuzojnë që ju e ka vënë ky, ju e ka vënë. KLSH-ja ka një gjë që duhet sqaruar. KLSH-ja e çon vetë në institucione, në prokurori shkelit. Nuk ka nevojë që t'i çoni ju. Po dakor. Nëse ju çfarë do bëni? Se s'po dita. A ka dalë as ka dalë raporti? Po që ka dalë, po mos më ka ardhur personalisht që më thanë do ta sjellim. Nuk e keni kërkuar? Unë do vetë ta kërkoj me përfaqësi. Jo, nuk e kërkoni se e publikojnë ata. Kam vajtur. Jo, e publikojni në online. Po kam kërkuar disa herë se kam gjetur. Të vetë ta bie që ka dalë raporti i KLSH-s që do ta shohim. Edhe e kishte të filmuar. Është qartë. Ju çfarë do bëni tani? Ja edhe pak se edhe pak do ta mbyllim, edhe pak. Ju të nderuar banorë, siç e kemi lënë të gjitha hallkat e fundit. Po? E vetëm ajo që mund na i zgjidh, e kemi thënë dhe e themi, jeni dakord të vemi te hallka e fundit? Jeni dakord tek hallka e fundit? Siç e kemi thënë, që e kemi firmosur të gjithë. Jeni dakord? Vetëm këtë punë, vetëm spaku na i zgjidh. I bëj thirrje Altin Dumani. Kjo është një që tregova këtu me këto shkresat. Kjo është këtu një genocid që kanë firmosur çdo gjë në rregull, ku çdo gjë atje është jashtë kushteve. Ja bëj prap thirrje publikisht, mbaj përgjegjësi ligjore për këtë deklarat, ja ku janë faktet, të dërgoj dhe prokuror Altin Dumani, t'i viret Shiriti, i bëj thirrje dhe institucionit KLSH-s na i dërgoni atë raportin. Pavarësisht se unë do përpiqem, do vi prap siç kam marrë atje nga afër, do vetëm me i përfaqësi nga fshati. Por ja bëj prap thirrje zotit Altin Dumani, hajde veri Shiritin atje se vdiqem para se të vonë. Se po vdesim. Është tym kancerogjen. Dhe të shkojnë edhe disa njerëz që janë sëmurë gjatë këtyre vite me sëmundje. Okay.